Më thoni, po. Po, më ka. Jemi bashkë të nderuar shikues përsëri në këtë lidhje të drejt për drejt nga Blu Televizion. Jemi në procesin zgjedhor, në zgjedhjet e pjeshme në Bashkinë e Vlorës dhe unë tani, për momentin, kam në lidhje të drejt për drejt. Rosina, të përshëndes, në këtë momente më duhet të shkëputem për një moment dhe për të drejtuar drejt qendrës së votimit aty ku është duke votuar në këtë moment dhe sapo ka mbritur kandidati i pavarur Gjergj Nika. Gjergj Nika është kandidati i pavarur, është këshilltari i opozitës në Këshillin Bashkiak të mandatuar në zgjedhjet e vitit 2023 dhe Gjergj Nika në këto zgjedhje kandidon si i pavarur, i pambështetur nga askush, edhe pse është një demokrat të themi që ka dalë nga Partia Demokratike, aktualisht është i atashuar pranë koalicionit Euro-Atlantik të udhëhequr nga Lulzim Basha. Gjergj Nika është tani duke votuar sipas gazetarit Toni Nika në një nga qendrat e votimit në shkollën publike 24 Maj dhe ne presim që ai pastaj kemi në pamje Gjergj Nikën. Po çka kemi me telefonat ti? Mba kamerën s'kena. Të tjerë, Bruna Mersini, në shkollën 28 nëntori, në një nga qendrat e votimit, dhe Dionis Sota, kandidati i pavarur i mbështetur nga Partia Kryesore e Opozitës, Partia Demokratike, që ka votuar në shkollën Rilindja. Të gjitha këto materiale ne do t'i japim të pasqyruara drejt për ju të nderuar shikues. Janë të gjithë të pranishëm, ndërkohë që nuk po i gjejnë dot emrin kandidatit. Që kjo burtë?
doli me grintën e kandidimit, po thuaj se jo. U regjistrua si kandidat për kryetar bashkie në këto zgjedhje në Bashkinë e Vlorës. Si që shojmë nga pamjet, Gjergjinika hedh votën me simbolin tradicional të Partisë Demokratike. Një, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 24 maj. Pasi ne në këto 2 vite qytetarët e Vlorës kanë ndruar 3 kryetar bashkie dhe jo më kot kemi ardhur në zgjedhje dhe i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës që të dalin nga shtëpitë e tyre, të votojnë masivisht. Është shumë e rëndësishme që vota e tyre të jetë e saktë, e pastër dhe është zëri i tyre që duhet të dëgjohet ditën e sotme. Deri tani interesi ka qenë i ulët. Interesi ka qenë i ulët, ashtu si unë e kam shprehur në të gjitha intervistat që kam dhënë, do ketë një bojkotim të klasës politike. Klasa politike sot do marri një leksion dhe leksioni do fillojë nga Vlora. Sot do jetë herë e parë që Vlora do provojë politikë. Aq më shumë kam edhe një kërkesë tjetër. Unë ja u garantoj të gjithë qytetarëve të Vlorës që vota e tyre do lexohet me ndershmëri dhe të gjithë ata komisioner ose numërues të cilët do vijojnë në pjesën pas pjesës së votimit do përgjigjen me çdo mjet ligjor përpara ligjit nëse vota e qytetarëve tjetërsohet. Kam informacionet e mia që pas orës 1 ose 2 të drekës, të gjithë patronazhistët, të cilët po patronazhojnë votën nëpërmjet punësimit, duan që t'i nxjerrin të gjithë ata të pjesë të administratës, t'i nxjerrin nga shtëpia me dhunë, po u themi, po me dhunë psikologjike që të dalin të votojnë për kandidatin e tyre. Administrata ka braktisur. Absolutisht administrata e ka braktisur dhe ju do ta shikoni që e gjithë administrata dhe ata që do vjen ta votojnë do ketë një vot kundër, sepse do jetë një vot kundër këtij sistemi dhe do jetë një vot e cila me të vërtet duhet jetë e tillë, pasi kemi parë në këto 2 vite çka ka ndodhur në Bashkinë e Vlorës. Zoti Nika, sa besoni tek fitoria juaj në këto zgjedhje? Unë kam hyrë për të fituar, ju e keni parë që pavarësisht presioneve politike, unë jam regjistruar me një vendim gjykate nga kolegji zgjedhor. Presionet politike kanë ardhur nga të dyja palët, pasi e kam shprehur dhe më përpara. Ka qenë një garë e identifikuar me kandidat të identifikuar në mënyrë që ata e kanë ditur që pjesëmarrja do jetë e ulët. Unë ju them që me këtë ritëm pjesëmarrja nuk do ta kaloj 15%. Gjë që pse votuat edhe vendosur shenjën. Sepse të them të drejtën, unë vi nga e djathta dhe vi nga të gjitha departamentet dhe nga gjithë struktura e djathtë, aq më shumë që janë të gjithë të djathtët të cilët më motivuan për të futur në këtë garë, pasi nuk e gjetën veten e tyre te kandidati tjetër i cili ishte i imponuar. Nëse do të merri një rezultat zgënjyes, do të jetë një mision për ta bashkuar ndoshta Partinë Demokratike në të ardhmen. Atëherë asgjë nuk varet, asgjë nga varet nga një garë. Unë rezultat zgënjyes mora edhe nga KQZ-ja dhe nga Kasi e vazhdova luftën time në kolegj zgjedhor. Ja u garantoj që edhe nëse kolegji zgjedhor do të rrezonte, do vazhdoja betejën në Strasburg. Ajo që unë them që unë e kam ftuar 3 herë në debat, duke bërë tag herën e tretë edhe kryeministrin dhe deputetët, kandidatën e Partisë Socialiste për të dalë në debat për diskutuar programin për Vlorën dhe për qytetin, gjithmonë ka refuzuar
me sebepin që më përpara debatit duhet bëj qytetarët. Unë i them kandidates Mersini që edhe në qoftë se ajo do jetë fituese pasi e shikoj të vështirë dhe duke u përpolitur, unë ja garantoj që debati me të do jetë në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak, ku unë vazhdoj akoma të jem antar i Këshillit Bashkiak dhe kryetari i grupit të PD-s dhe PDU. Duhet nis bashkimi favorizon sipas jush. Pjesëmarrja e ulët favorizon kandidatit e pavarur, në këtë rast jam unë, pasi dhe administrata do ketë një vot kundër. Duhet nis bashkimi PD-s nga Vlora? Absolutisht Vlora sot do prodhoj politik. Dhe bashkimi PD-s dhe jo vetëm i PD-s, të gjithë të djathtët duhet ngrihen nga Kuksi deri në Sarand për të marrë të djathtën në dorëzim, pasi sot kemi 2 të majta. Faleminderit. Faleminderit. Besoj që qartë. Shumë. Suksese. Faleminderit. Ishte Gjergj Nika, të nderuar shikues, kandidati i pavarur për kryetarin e Bashkisë së Vlorës, ndërkohë që ne tani do të vazhdojmë lidhjen nga Shkolla 24 Maj me Toni Nikën, gazetarin ton, i cili do të na flas edhe për këtë intervistë që pati dhe disa akuza Gjergj Nika, por edhe për ecurinë e procesit të votimit deri tani në shkollën publike 24 Maj, në qendrat e votimit pranë saj. Toni? Atëre, po pres që të rilidhem përsëri me Toni Nikën. Po pres. Ndërkohë që në rregull, atëre po më thonë nga regjia që do të kemi një moment tjetër që të flasim me Toni Nikën. Ne do të shkojmë në materiale të tjera, por ja Toni është Rosina, përshëndetje. Kem ndjekur vetëm pak çaste më parë, pikërisht votimin e kandidatit pavarur zotit Gjergj Nika, i cili ka votuar në shkollën 24 Maj të qytetit të Vlorës, i shoqëruar edhe nga bashkëshortja e tij. Më pas ka dhënë një deklaratë për gjitha mediat, të cilat kanë ndjekur edhe votimin e kandidatit pavarur zotit Gjergj Nika, vetë ai shprehur se sot do të flasë politika, do të flasin qytetarët e Vlorës me votën e tyre. Ai ka theksuar se ka qenë një garë e cila është imponuar që në fillim, megjithatë ai vazhdoi luftën e tij, siç e deklaroi në deklaratë, që për të marrë pjesë në të zgjedhje, duke fituar më pas të drejtën në kolegjin zgjedhor, dhe sot është kandidati i pavarur duke besuar plotësisht tek fitoria në zgjedhjet e kësaj dite të diel në qytetin e Vlorës për kreun e ri të Bashkisë së Vlorës. Unë do të vazhdoj luftën time, ka thënë ai, edhe nëse nuk do të jem fitues, pavarësisht se kjo nuk do të ndodhë, do të vazhdoj edhe kur të jem sërish në Këshillin e Bashkisë së Vlorës si antar i Këshillit të Bashkisë, ndërsa ka bërë një thirrje që e djatha tashmë duhet të lërë pas gjithçka ka ndodhur gjatë këtyre viteve për të bashkuar duke nisur nga veriu deri në jug. Nikës, Vlora do të prodhoj politik në këto zgjedhje. Është kjo çfarë ka deklaruar Gjergj Nika, Vlora do të prodhoj politik në këto zgjedhje, me një fjalë do të votoj për kandidatin e pavarur dhe sipas tij pikërisht për emrin e Gjergj Nikës. Ka theksuar edhe faktin e pjesëmarrjes së ulët në votime, ku sipas tij kjo pjesëmarrje e ulët në votime favorizon pikërisht kandidatët e pavarur dhe në këtë rast pikërisht vetë Gjergj Nikën, i cili e sheh veten fitues në përfundim të procesit të zgjedhjeve. Do ta ndjek votimin, ka thënë Gjergj Nika, gjatë gjithë ditës së sotme, duke mos lejuar asnjë problematikë apo asnjë situatë të vështirë që mund të krijohet edhe gjatë orëve në vijim, pasi nuk do të lë asgjë pa denoncuar referuar zgjedhjeve apo procesit të votimit në qytetin e Vlorës. Shumë shifra pesimiste, nuk beson që do të shkojë më shumë nga 15% pjesëmarrja në votime. Dhe qëndrojmë këtu tani për të bërë një analizë të thjeshtë, të detajuar të procesit të votimit në qendrat që ju keni parë tani tek shkolla
24 maj. Si është aty procesi? Ka filluar rregullisht, ka funksionuar pajisja pej e pjesëmarrja në votime deri tani? Të paktën nga ajo çfarë kemi konfirmuar në shkollën 24 maj, të cilën janë 6 qendra votimi, procesi ka nisur normalisht pa probleme, rreth orës 7, megjithatë nëse mund të themi për problematika, ato kanë qenë pikërisht me pajisjen pej, me njohjen e shenjas së gishtave nga qytetarë të ndryshëm, madje duke kryer vonesa tek ata të fundit. Pra, problematika e cila është regjistruar të paktën në shkollën 24 maj, në gjitha qendrat e votimit në shkollën 24 maj, lidhet pikërisht me këtë fakt, me njohjen e gishte apo të identifikimit të personit që do të votojë, pranuar ky fakt edhe nga vetë komisionerët në qendrat e votimit. Ndërsa duke u referuar pikërisht pjesëmarrjes apo përqindjes në zgjedhje edhe në shkollën 24 maj, pjesëmarrja ka qenë mjaft e ulët, të paktën deri në këto momente që flasim bashkë. Edhe pse është hapur rreth orës 7, procesi ka vijur deri në këto momente, por përqindja dhe pjesëmarrja e njerëzve është shumë e ulët. Unë të falenderoj për këtë lidhje dhe do të rilidhemi përsëri në orët që vinë. Faleminderit. Ndërkohë që informacioni më i fundit që vjen në studio është për Novoselën. Në njësinë administrative të Novoselës, procesi i votimit ecën normalisht, edhe pse ka një pjesëmarrje të ulët. Personat e moshuar kanë pasur probleme me shenjat e gishtit që nuk njihen nga pajisja pej, pikërisht nga, domethënë, lëkura tani që vjen dhe vjetërsohet, por me anë të solucionit me alkool, ata ka bërë që ato shenja të njihen dhe procesi të vijojë normalisht. Ndërkohë që do doja që dhe të kishim pamje nga Novosela, po ndoshta rikthehemi. Dhe do të shkojmë tek shkolla Rilindja, ku Ervin Sota, kandidati i pavarur, por që është i mbështetur nga Partia Demokratike, ka shkuar të votojë në orën 10. Ne do të kemi një material tani dhe fjalën dhe mesazhin e Sotës. Po, faleminderit për interesimin. Sot është një ditë feste për gjithë qytetarët e Vlorës. Sot janë vetë qytetarët e Vlorës sovrani i qytetit të tyre dhe i ftoj që të gjithë që të vinë të votojnë dhe të zgjedhin djalin e tyre, opsionin e tyre më të mirë të qytetit të Vlorës për të gjitha problematikat që të gjithë i njohim. Sot është detyrim i të gjithë qytetarëve që mos ta lëm votën, që të fleri në sirtarin e shtëpisë apo në dhomën e pritjes apo të kafenes së lagjes. Unë i ftoj që të gjithë që të vinë, që të votojnë, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për qytetin dhe për të ardhmen dhe për zhvillimin e qytetit të tyre. Sot keni diçka të thonë për pjesëmarrjen e votuesve të cilat duhet pak e vakte deri në pak. Historikisht, ju siç e dini, historikisht Vlora ka qenë me një pjesëmarrje të ulët. Unë pikërisht për këtë e bëj ftesën që të vinë që të gjithë qytetarët, sepse shpeshherë më pastaj janë ato diskutimet që i kemi në përditshmërinë tonë, edhe ato nuk kanë më vlerë. Të gjitha diskutimet që ne bëjmë në tavolinat me të gjithë miqtë dhe shokët tanë, unë prandaj u bëj thirrje që të gjithëve, është momenti, është koha për të bërë një ndryshim rrënjësor dhe Vlora të marrë dhe të ketë një pjesëmarrje jashtëzakonisht shumë të lartë dhe unë i ftoj sinqerisht, ju lutem, ejani, çoni, shpenzoni 10 minuta të jetës suaj për të ardhmen e qytetit të Vlorës, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Ne këtu jemi ofruar për ju dhe unë personalisht premtoj maksimumin
tim për të ardhmen dhe zhvillimin e qytetit Si Vlorës. këtë procesi deri në këtë moment, keni pasur probleme, keni raportime për probleme, vonesa? Deri në këto momente nuk ka ndonjë problem për sa i përket zgjedhjeve dhe KQZ-ve apo kutive të votimit, por ka një problem të vetëm, të cilin e kam bërë dhe denoncim në statusin tim. Është një faqe në rrjetet sociale e cila ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin për heshtjen zgjedhore dhe i bëj thirrje dhe i them që të bëjnë kujdes, sepse ne nuk do të lëmë asgjë dhe ju e dini edhe nga aktivitetet e mia shoqërisë civile që unë nuk lë asgjë pa denoncuar, sidomos një rast si ky. Çfarë faqe është? Faqja Vlora. Sa besoni sot zoti Sota tek fitoria? Jashtëzakonisht shumë. Ju e dini, ju jeni bashkëushtarët e mi në çdo nisëm të shoqërisë civile që unë gjithçka që e nis shumë seriozisht dhe i vë maksimumin e forcave, të energjive dhe të gjithë njojtjeve dhe të shoqërisë time, e cila sot është në nivelet e impenjimit maksimal për të arritur një fitore jashtëzakonisht të madhe për qytetin e Vlorës. Prandaj u bëj thirrje edhe një herë, ju lutem me dorë në zëmër, ejani, mos e neglizhoni sepse është dita juaj e Vlorës sot. Zoti Sota, pse qytetarët vlorënjak duhet të zgjedhin emrin tuaj për të votuar? Sepse unë kam shpalosur të gjithë programin dhe jashtëzakonisht e them me bindje të plot, kam programin më të mirë dhe jam një djalë i cili ka lindur dhe është rritur në këtë lagje, këtu kam filluar shkollën fillimisht në këtë zonë votimi ku sapo votova sot, dhe jam një djalë që jo vetëm e dua me shpirt, e kam marrë aromën e këtij qyteti që në momentin që kam lindur. Nuk jam një kalimtar dhe nuk jam një pseudo idealist. Jam idealist i vërtet dhe këtë e them me shpirt. Faleminderit. Faleminderit ju. Ishte Ervin Sota, kandidati i pavarur i mbështetur nga Partia Demokratike, i cili përsolli mesazhin korrekt të një kandidati. Por ajo që bie në sy nga të dy kandidatët që ne sapo i ndoqëm është thirrja që ata bëjnë për pjesëmarrjen në votim. Atëre, tani unë do t'i kërkoj regjis materialin ku ka në qendër, ka në fokus votimin në dy qendra të votimit në njësinë administrative. Do dhemi në gjimnazin Hasan Pulo Orikum, ku prej orës 7 të mëngjesit vijon normalisht procesi i votimit. Në këtë KZAZ janë dy qendra votimi, 45-12-00 dhe 45-12-01. Megjithatë, numri i qytetarëve të cilët janë drejtuar kësaj KZAZ-je deri në këto momente ku ora shënon 10:30 është shumë i pakt. Megjithatë, ka pasur edhe probleme në PI të identifikimit të qytetarëve. Ishte gazetari i Blu Televizion, Endri Gozha, i cili solli atmosferë nga votimi në dy qendrat e votimit të vendosura në shkollën Hasan Pulo në njësinë administrative të Orikumit. Ndërkohë, ne tani do të shkojmë në një përmbledhje të intervistave me qytetarë, që gazetarët tanë kanë realizuar sot me qytetarë votues. Po, votuam. Pas ka ardhur shpejt, se përgjithsisht vim me vonesë në këtu. Do lëvizëm, kemi të tjere se bepet do lëvizëm. Qofshin mire. Bëre mirë që votove? Po bëra, e drejtë e votës. Duhet të dalin dhe qytetarët të tjerë? Po duhet të dalin, përsa që është vota është e lirë, duhet të hedhi. Ne erdhëm çik shpejt se do lëvizim. Ai ka lofshini. Po patjetër. Nuk po gjen emrin apo çfarë? Urdhë? Nuk po gjen emrin, se do kërkoni emrin. Po shikoj për emrin, po. Ja, ato do ta gjejmë dhe do të votojmë. Si po ju duket ky proces votimi? Urdhë? Si po ju duket procesi votimi? Qet, normal. Si çdo kohë. Kështu që s'ka asnjë lloj probleme.
Njerëzit janë të lirë, nuk ka presiona, s'ka asnjë lloj absolutisht asnjë gjë. Gjë. Çata. Do votosh? Të votoj. Sa vjeç je? Neve se dëshoj Rashidi. Sa vjeç je thot Xhamalo? Sa Ja vjeç je? 10. 90. Po. Dhe ke votuar çdo zgjedhje? Të votoj. Në çdo zgjedhje ke votuar? Në çdo zgjedhje. Ke votuar gjithmonë? Ka votuar. Ja, korrekt me ligjet. S'ka votuar. Malo. Si e ke emrin thot? Si e ke emrin? Ismail Mahila. Duhet votuar Xhamalo? Si? Duhet të dalin qytetarë të votojnë? Duhet të votuar thot, duhet të votojnë njerëzit. S'ka kuptim po që votojnë. Shteti dhe shtetin e tia. Apo jo? Duhet të funksionoj. Xhamalo 90 vjeç po. E hodhe ti. Këtu. Hajde, mor. Ne erdhëm votuam se nim në shpirt për të votuar, po qefi nuk na e ka as për një, se me gënjeshtra gjithë, na majnë me ujë të ngrohtë gjithë. Kemi 30 vjetë që kemi marrë tokat, e tokat si kemi tonat se të dhëna në të mëdhenj. Kalamajt e tonë kanë marrë arratin, as vetë se dim ku i kemi. Kaq nuk jemi pare të kënaqur. Edhe pensionet që thote jo kaq, jo aq, me 200.000 lekë më dalin për ilaçe. Faleminderit shumë nëna. Ndoqëm të nderuar shikues intervistat copëza të intervistave me qytetarë të Vlorës, të cilët sot votojnë. U vunë re dy gjëra në këto intervista të pakta, ne më pas do të kemi dhe të tjera intervista, por dy gjëra u vunë re. E para njëherë që ai fenomeni dukuria që në votim shumë shpejt shkojnë moshat dhe jo të rinjt, dhe e dyta problematika që duhet jetë e para, problematikat që kanë qytetarët nuk, do me thënë, kanë mbetur dhe sot jashtë vëmendjes së tyre dhe jashtë sinkroneve të tyre. Gjithsesi, tani ne do të shkojmë në Tepelen. Në Tepelen kemi gazetaren tonë atje, Entiola Budo, e cila përsëri informon për procesin në Tepelen. Të gjitha qendrat e votimit në bashkë janë hapur që prej orës 7 mëngjesit deri në këto momente që ne po flasim, kanë votuar gati 4.6% e votuesve. Unë ndodhem në një prej qendrave të votimit më të mëdha për sa i përket bashkisë së Tepelenës, ku deri në këto momente ka një numër të ulët të votuesve, por për shkak ndoshta edhe të kohës e cila është e paqëndrueshme, për herë të parë do të aplikohet në këto zgjedhje vendore edhe numërimi i votave nëpërmjet inteligjencës artificiale, çka do të thotë se rreth 24 orë pas përfundimit të votimit ne mund të kemi rezultatin e zgjedhjeve për sa i përket bashkisë së Tepelenës. Në garë është Gramos Sako nga Partia Socialiste dhe Gabriel Guma, kandidati i pavarur. Atëherë si ka nisur procesi në një prej qendrave më të mëdha për sa i përket Tepelenës? Procesi deri në këto momente që flasim është shumë i rregullt. Pjesëmarrja pothuajse është mirë. Ka votuar rreth 30% të qytetarëve. Ka pasur problematika për sa i përket ndoshta pajisjes? Po, me pajisjen pej ka patur disa raste që nuk u ka njohur shenjë ligjit edhe kemi mbajtur me proces verbal dhe ka vazhduar normalisht. Në çfarë ore mbyllet procesi? Në orën 6 pasdite. Sa zgjedhës kanë 522 ka gjithsej. Deri në këtë moment që flasim, sa është numri i tyre? Deri në këtë moment është 54. Faleminderit.
Ndërkohë që në Bashkinë e Tepelenës, numri votuesve pjesëmarrja në votime ka qenë në shifra relativisht të konsiderueshme krahasuar me Vlorën. Ajo renditet e dyta pas Matit me 4.39% të pjesëmarrësve në votime. Ndërkohë që informacioni i fundit në Vlorë, në Bashkinë e Vlorës, deri në orën 11 kanë votuar rreth 4.300 votues. Tani do të ndjekim materialin e votimit të kandidates Partisë Socialiste për kryebashkiake, Bruna Mersini. Përshëndetje, puna pak. Përshëndetje. Okej? Shumë faleminderit për suportin tuaj edhe për këtë ditë shënuar. Është një ditë e shënuar jo vetëm për mua personalisht që kandidoj si e para grua në siglën e një Parti Socialiste, një grua që e ndjek ritmin e qytetit, energjinë e tij, njeh njerëzit e qytetit edhe ka përkushtimin ndaj njerëzve, por më e rëndësishme se mua, kjo ditë është për qytetin, për qytetarët e Vlorës që kanë treguar gjithmonë kulturë demokratike, përgjegjësi qytetare ditën e zgjedhjeve. Uroj që ata sot votojnë me zemër, me mendje dhe me përgjegjësi qytetare, për më të mirën e Vlorës. Duke se ka një pjesëmarrje të ulët në këto momente, mendon se do ndikojnë procesin zgjedhor dhe ajo kënaqje fitore me këtë pjesëmarrje? Mendoj që pjesëmarrja është shumë e mirë, sepse ne ndjekim ritmin e pjesëmarrjes nëpërmjet interpretimit të KQZ-s edhe jemi të kënaqur me pjesëmarrjen. Zëra Mersini, çfarë simbolike ka shiu në Vlorë? Gjithmonë varësi, kudo, jo vetëm në Vlorë. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishim bashkë të nderuar shikues në këtë lidhje të drejtë për drejtë me procesin e votimit sot në Bashkinë e Vlorës, ndërkohë që për pak ne do të rilidhemi përsëri për të rejat më të fundit nga ky proces në Bashkinë e Vlorës, të Beratit, por dhe të Tepelenës.